Përshëndetje miq, mirë se erdhët në episodin e radhës të podcastit Nga t'ja nisi. Sot do të flasim për një temë që të secili për nesh na intereson dhe ka në qëllimin e vet, për një jetë me vlera dhe me balancë. Në një kohë ku informacioni është i pafund, sot vëmë re që zemrat e njerëzve janë shpesh të lodhura dhe nuk e dim pse. Shumë të rinj ndërkohë janë afruar drejt fesë dhe pyetja e tyre është nga t'ja nisim. Sot kam të ftuar një njerëz i cili e trajton besimin me shumë maturi, me shumë paqe dhe me shumë argumentim të mirë dhe kam nderin ta kem në studio. Hoxhë Ferit Piku. Faleminderit shumë për ftesën dhe që pranuat të jeni me ne në këtë podcast. Faleminderit edhe mua. Për mua është rast i mirë që jemi bashkë në këtë emision i cili ka një pyetje shumë të bukur joshse nga t'ja nisim. Është një pyetje që secili duhet t'ja bëjë vetes së tij. Zakonisht kjo pyetje bëhet kur njeriu ka shumë gjëra për të bërë, po nuk di nga t'ja nis. Atëherë duhet vendosi prioritetet, se të gjitha ndoshta nuk mbarohen, dhe t'ja nisi mbare mirë. Edhe nëse njeriu do t'ja bënte vetes së tij sinqerisht këtë pyetje gjithmonë, mendoj që ai do t'i vendoste po themi ato tullat siç duhen dhe jeta do të ishte më e lehtë, jo thjesht kjo jetë, po edhe jeta tjetër. Kjo pyetje bëhet edhe në raste të tjera kur është një farë rrëmuje përballë njeriu, ka shumë gjëra, shumë rrëmuj, edhe si më thënë ka humbur rrugën. E thot nga t'ja nisim që të kthehemi në rrugën e mbar. Po ashtu, pak a shumë kjo është jeta jonë, ti e përmende pak që ka shumë gjëra, në duku sikur kemi shumë gjëra dhe pjesa më e madhe na duku sikur janë rrëmuj dhe nuk dim nga t'ja nisim. Shpresojmë që ky emision të jetë kontribut për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje shumë serioze nga t'ja nisim dhe shpresoj që prezenca ime të jetë sa të pak një gur i vogël në këtë udhtim. Të falenderoj shumë dhe me që ti hyre direkt në temë, mund të na tregoni një lutem se nga t'ja nisi një person i cili dëshiron të afrohet me fen islame, me besimin, por nuk është i orientuar se si t'ja nisi këtë rrugë kaq të bukur. Besimi është ajo që ka krijuar Zoti tek çdo njeri. Nuk kemi ne ato që shpikin besimin, apo nuk kemi ato ne që servirin besimin. Maksimumin që mund të bëjë një person, qoftë ai hoxh, qoftë mësues, ai është thjesht udhëzues dhe trokitës në zemrat e tjerëve. Nëse troket mirë, e themi ka të ndihmën e Zotit, troket në vendin e duhur, zemrat hapen. Por ky besim është në zemra. Ajo që ne quajmë fitra është natyra e pastër njerëzore me cilën u krijua njeriu. Momentet caktuar ajo është shumë më e kthjelluar, është e thret njeriu, fuqishëm nga brenda. Në momentet caktuar ajo mbulohet, sidomos kur njeriu ka shumë rrëmuj, kur nuk di nga t'ja nis në ato angazhimet e përditshme, në jetën e lodhshme materiale, ajo fitra, ajo natyra e pastër njerëzore, sikur mvishet, por nuk është se ajo zhbohet, nuk zhbohet asnjëherë. Dhe këtë duhet bëjmë pikërisht që të trokasim tek portat e fitrës, natyrës njerëzore, që ajo të zgjohet, të reflektojë dhe pastaj të bashkohet me dritën e shpalljes. Se nëse mund ta themi që është një sekret që gjendet brenda çdo njeriu, që është sekreti i besimit, ekzistenca e tij është brenda çfarë do lloji njeriu, por ka nevojë gjithmonë për ndriçim, ka nevojë për një dritë e cila e zgjon atë. Dhe ne njerëzit, e përmenda pak hoxhallarët apo mësuesit, edukatorët, nuk jemi thjesht gjë tjetër, thjesht se po themi trokitësit apo ato që udhëzojnë në këtë gjë. Një i ri, një person, nga mund t'ja nisi, kjo është pyetja. Kam përshtypjen që njerëzit kanë nevojë të pyesin kur kanë dyshime, kur kanë pyetje, kur kanë dilema të caktuara, dhe pyetja asnjëherë nuk është gabim. Edhe sikur të jenë pyetje që duken në pamje të parë si pyetje provokative. Sepse janë pyetje që ndoshta njeriu i ka brenda vetes së tij, po thjesht i thot me zë të lartë. Që unë mendoj që edhe hoxhallarët, mësuesit nuk duhet mërziten për këtyre pyetjeve, përderisa pas tyre qëndron kreshëria dhe interesi për të gjetur përgjigjen e këtyre pyetjeve. Madje këto pyetje mund të jenë një rast shumë i mirë që njeriu dal nga dal të afrohet. Ashtu si secili prej nesh ka patur pyetjet e tij, dyshimet e tij, dilemat e tij, por kur është një mësues i mirë afër, ai i përdor mirë këto pyetje dhe çon pyetsin aty ku duhet ta çojë. E dyta që është ndoshta mënyra më e thjeshtë është që njeriu kur ka interes të shkojë të dëgjojë. Edhe ka shumë njerëz, edhe ne jemi prej atyre, kështu kemi nisur të gjithë, kemi shkuar për të dëgjuar një herë çfarë thuhet. Kemi hyrë në xhami ndoshta pa abdes, pa ditur rregullat, ndoshta edhe kemi qeshur, ndoshta edhe nuk kemi respektuar po themi atë rregullorën e xhamisë, por të gjithë jemi ata njerëz.
duke dëgjuar fillojnë dhe i ngjallen pyetje, i ngjallet interesi, aty njihet me njerëz tjerë. Kam përshtypjen që hyrja në bashkësi është lehtësues shumë i madh, se jo gjithmonë njerëzit do të hyjnë nëpërmjet logjikës, nëpërmjet argumentit, nëpërmjet librave që ai do lexoj shumë libra. Thuhet që rrugët për tek Zoti janë po aq shumë sa numri i njerëzve. Çdo njeri ka rrugën e tij për tek Zoti dhe jo domosdoshmërisht një rrugë që kam ndjekur unë duhet ta ndjekësh ti apo duhet ta ndjek dikush tjetër. E rëndësishme është që njeriu të mos e mbys këtë zërin në fitras nga brenda. Dhe e dyta, të mos i lej pyetjet të vdesin, por gjithmonë të kërkoj përgjigjen e këtyre pyetjeve. Dhe ta provoj, njerëzit sot po provojnë çdo gjë. Pse mos provohet dhe xhamia, mos provohet agjërimi, pse mos provohet umre, dikush tjetër shkon në umre, ka njerëz që shkojnë në umre dhe nuk kanë falur namaz përpara se të shkojnë në umre. Kjo është shumë interesant, të shkosh të kryesh një akt që është shumë sublim, është nga veprimet e fundit që bën muslimani, është haxhi dhe umra. Mirë po ky udhtim është bërë shkak që atij njeriu, më thënë, janë zbuluar, por themi dritarë që kursi ka imagjinuar, kthehet me një mbushje të jashtëzakonshme dhe lidhet aq fort për besimin, për namazin, saqë nuk e le më asnjëherë. Pra, ai arrin të kompensojë një udhtim shumë të gjatë me një kohë shumë të shkurtër. Unë mendoj që ka shumë rrugë të cilat nga të cilat mund ta nisim, por e rëndësishme është që bëjmë atë pajtimin me veten tonë, me zemrën dhe me fitrën tonë. Të falenderoj shumë. Ju në fakt njiheni për mënyrën tuaj shumë të butë të transmetuarit të fesë dhe të besimit, dhe ndoshta kjo është ndoshta një mënyrë shumë efikase që njerëzit ta pranojnë më shpejt edhe zemrat të hapen më mirë drejt besimit. Si keni parë ju këtë mënyrë? A ka qenë përgjegjësi për ju predikimi i fesë dhe hapja e zemrave të njerëzve, ose kush është një lutje specifike që ti e bën, ose përgjegjësi që ti ja thua vetes çdo ditë? Unë shpresoj që të kem pjesë sadopak për asaj që thatë për mua. Shpresoj që me të vërtet të jem një nga ata njerëz që kanë kontribut, po themin ato që themi thirrja dhe ftesa. Çdo kush pastaj ka natyrën e vet, ka dikush që është më i drejtë për drejtë dhe është më sqarues dhe nuk le shumë hapësira. Dikush tjetër është po mundohet pak me butësi, mundohet me dal ngadal. Hoxhallarët, ftuesit, dietarët dhe edukatorët, secili ka karakterin e tij, ka natyrën e tij. Por nëse nisemi nga fillimi tek fjala ftesë, ftesa është me butësi. Nuk thot dikush edhe që ti të mos shkosh, ai të fton që sepse ka dëshirë që të shkosh. Kur bëhet ftesa me sinqeritet, me pastërti, do thënë, ne kur e ftojmë dikë kemi qejf që ai të vi. Pastaj e lëm në dorë të atij se nëse do t'i përgjigjet apo jo ftesës. E dyta, mundohemi që ftesat tona t'i bëjmë sa më joshse, me fjalë sa më të ëmbla, sepse unë po paraqes një ofertë, po paraqes një ftesë. Jo më kot thirrja për fe është ftesë. Vetë Zoti thret. Ai nuk ka nevojë të thras krijesat e tij. Me një urdhër ata mund të bëshin gjithë besimtar, po i ka thirrur krijesat e tij. Dhe ajetet kuranore ku Zoti thret njerëzit, i thret ata që bëjnë shumë gabime, ata që i kanë tepruar me gabime. Thirri faraonin që kishte tepruar me arrogancë dhe dërgoi njerëzit e tij më të dalluar që t'i flasin me fjalë të buta, me fjalë të ëmbla, ndoshta atij i zbutej mendja, zemra dhe i reflektonte mendja. Pra, ftesa është ajo që duhet t'i rrim korrekt. Ne thrasim dhe ftojmë në emër të Zotit. Zoti na e ka dhënë këtë nder. Çdo kush, jo thjesht feridi apo një hoxh apo tjetri. Të përdorë Zoti për diçka të tillë, kjo është një privilegj jashtëzakonshëm, sepse po të përdor pikërisht që ti të bëhesh sebeb, shkak që këta njerëz të gjejnë udhëtimin dhe rrugtimin e tyre drejt Zotit. Edhe duke u bazuar pastaj tek ai që ka qenë, po themi, simboli më i madh që kemi ne, i ftesës, i ftuesit, që tek profeti Muhammed alayhis salam, ai ka ftuar me të butë. Ai edhe është zemëruar, dhe është mërzitur, dhe kjo është njohur në fytyrën e tij, kur është skuqe fytyra, apo kur asnjëherë nuk ka thënë fjalë të ashpra që kanë thyer zemrën e dikujt, edhe kur kanë bërë gabime më të mëdha. Kur ata kanë bërë gabime më të mëdha, aty ka ardhur ndoshta edhe falja dhe mëshira më e madhe. Dhe janë bërë gabime patjetër në jetën e shokëve të profetit Muhammed alayhis salam, gabime që kanë kushtuar shumë, kanë kushtuar dhe jetë. Por përsëri ai nuk hoqi dorë kurrë prej kësaj metodologjie, sepse Zoti tha: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ne nuk të dërguam ty o Muhammed përveç se mëshirë për të gjithë botrën.
ti je mëshirë, prezenca jote është mëshirë, fjala jote është mëshirë, dhe këshilla jote është mëshirë. Po dhe qortimi që bën ti është mëshirë. Kam ushtrimin se ideja është e tillë, a qortojmë dot duke përgëzuar, a kritikojmë dot duke orientuar, dhe jo edhe arrim dot ta korrigjojmë gabimin duke mos vendosur armiqësi me personin. Por ne armiqësinë kemi me të keq, edhe jo me personin, sepse vetë ne mund të jemi ai person një ditë caktuar. Në momentin që marrëdhënien e vendosim me personin, ky njeri bëri gabim dhe duhet patjetër të kritikohet, ti vendos marrëdhënie ndoshta armiqësore me të, edhe pse në jetën e ke shumë të mirë, por kur qëllimi është që korrigjohet gabimi, ai devijimi që bën personi të korrigjohet, kthehet në rrugën e duhur, që njeriu të rregullohet, nuk i treguar që ti e don atë, prandaj po mundohesh ta këshillosh, kam përshtypjen se marrëdhëniet janë shumë më të zbutura dhe zemrat komunikojnë më lehtë me njëra tjetrën. Kjo është, po them, është edhe ku ja jep Zoti dhe shpresoj Zoti të na jap të gjithëve atë, na bëj çelës për zemrat, për të mirën dhe kyç për të keqin, siç lutej profeti Muhammed alayhis salam. Nganjëherë njeriu ndoshta duhet të marr pozicionin e qortuesit të drejtë për drejtë, dhe kjo nuk do të thotë se bie ndesh me strategjinë apo me rrugën e butësisë, sepse ajo qortimi dhe përgëzimi janë vëlla dhe motor, shkojnë bashkë. Por gjithmonë duhet dish ku ta vendosësh. Edhe unë mendoj se kjo është edhe Zoti është ai që orienton njerëzit, se një fjalë, po themi me niyetin e mirë, e drejtë, por që thuhet në një pozicion të gabuar dhe ndaj personit të gabuar mund t'ia thyejë zemrën atij personi. Kush mund të jenë disa pika shumë të rëndësishme që ju konsideroni me të vërtetë që duhet përdorë një ton qortues për njerëzit? Nëse kemi të bëjmë, thash edhe një herë, nëse kemi të bëjmë me gjëra që janë shumë serioze, qofshin karakterit në lidhjen me besimin, me marrëdhëniet me Zotin, ose në marrëdhëniet me njerëzit tjerë, kur kemi të bëjmë me padrejtësinë. Dhe padrejtësia është diçka që Zoti nuk e toleron, edhe sikur njeriu të kërkojë shumë falje tek Zoti për gabimet e tij, ndërsa hakun e tjetrit Zoti thotë duhet të kthehet në vend. Kur shikojmë padrejtësi, kur shikojmë arrogancë, kur shikojmë dhunë, ndoshta njeriu është detyruar të përdorë gjuhën, po themi, të qortimit dhe qortimit fort. Prandaj kanë thënë të tregosh butësi ndaj arrogantit është dobësi dhe nuk është butësi, nuk është mëshirë. Ai ndoshta ushqen arrogancën e tij edhe më tepër se kaq. Dhe modestia nuk është gjithmonë të bësh sikur nuk shikon, sikur nuk dëgjon. Modesti do të thotë që ndaj gabimtarit të tregosh thjeshtësi dhe modesti, sepse çdo njeri është gabimtar. Ndërsa ndaj atij njeriu i cili e ka bërë arrogancën, e ka bërë padrejsinë pjesë të jetës së tij dhe thotë vetëm kështu i dilet, duke u treguar vendin gjithëve, duke bërtitur, duke i rënë tavolinës, duke treguar forcën ndaj doptit, në këtë rast, siç ka bërë edhe vetë profeti Muhammed alayhis salam, aty ka ngritur zërin, aty ka qortuar, aty ka treguar që është i zemëruar. Kam përshtypjen që është pozicioni ai që e dikton shumë se çfarë roli duhet të marrim. Kjo është një fushë, kjo është një që s'marron asnjëherë. Nuk është domosdoshmë me receta. Gjithë ne kuptojmë që gabojmë shpeshherë, ndoshta i them fjalën që s'duhet t'ia thonim, ndoshta i ngritëm zonin më shumë se ç'duhet. As sa herë bëhem pishman për atë që kemi thënë. Si ndonjëherë për shkakun që në familjen tuaj të keni qenë pak qortues ose të keni bërë diçka ndryshe nga ajo çka ju keni predikuar në xhami dhe familjarët, fëmijët ose bashortja, t'ju kenë tërhequr vërejtjen që po ju jeni hoc, thatë kështu, a ka pasur raste? Ajo ftesa apo edukimi në familje thuhet, kjo është për t'ia lehtësuar vetes më shumë, është nga fushat më të vështira. Sepse nëse jashtë njeriu njihet me atë statusin e tij dhe mundohet të ruaj relatat, të ruaj pozicionin e tij, mos i tejkaloj kufit, në familje njeriu është i lirët. Është vetvetja e tij dhe prandaj thuhet nga fushat dhe vendet më të vështira për të bërë atë që duhet bësh është brenda familjes. Edhe shembulli më i mirë prap këtu është profeti Muhammed alayhis salam, i cili në familjen e tij ka patur raste, ka patur problematika, ka patur pakënaqësi, hatërmbetje, janë bërë dhe gabime. E mirë, po atë e ka ruajtur Zoti edhe brenda familjes dhe jashtë familjes. Nëse kthehemi tek Feridi, ndoshta ajo që them fillim natyra e butë dhe e qetë, ndoshta fëmijët dhe familjarët e mi nuk bien dakord me të, se ndoshta aty sensi i qortimit është më i madh.
Prapë siç bën gjithmonë prindi me niyetin e mirë, sepse unë dua ta edukoj, mos ta lej të bëj gabim. Mirë, po aty kuptojmë që ka marrë më shumë se ç'duhet qortimi dhe kritika, më shumë se sa përgëzimi. Ajo është një betejë edhe me veten, të jemi sinqert. Kur duhet ta qortojmë, ku duhet t'ia lehtësoj. Patjetër, është në familje dhe kjo thash është një nga vendet më të vështira për të bërë edukatorin, për të bërë mësuesin dhe për të bërë ato që ti e quajtë hoxhën, aty gati nuk kemi shans për ta bërë. Sepse në fakt duhet të thënë që edhe shumica e fëmijëve musliman sot janë të padëgjueshëm. Pra kjo është një problematikë që ne duhet ta përmendim si gjë, pavarësisht se pritet që të jenë fëmijët, le të themi, nga familje që kanë një praktikim të mirë të fesë, pra nga familje që kanë moral shumë të mirë dhe të lartë dhe vlerat më të mira. Por që fatkeqësisht dhe ne prindrit ankohemi për padëgjueshmërinë e fëmijëve. Si e shikoni ju këtë fenomen? E përmenda pak që nuk është e lehtë edukimi sidomos brenda familjes, sepse aty marrëdhëniet janë më të çlirta, aty përmenda vetë që aty njeriu është vetvetja, shpeshherë me qëllimin e mirë, ndoshta nuk ndjek rrugën e duhur, dhe ndoshta kjo rutina, monotonia e besimit, e ritualit fetar, gjithmonë e ofruar kështu pa shpirt, thjesht ta bëjmë atë, ndoshta ndikon që ata krijojnë një farë imuniteti, sidomos fëmijët ndaj kësaj dhe shpeshherë mundohen të gjejnë të bëjnë bisht gjës. Aty thash ndoshta gjithmonë duhet të ndryshojmë strategji. Fëmijët ta ndjejnë pse e bëjmë diçka të tillë. Nuk është e lehtë. Do të thënë kur është fëmia është i vogël, kur është i ri, shpeshherë bën punën, po nuk e di pse e bën, nuk e di pse e fal namaz, nuk di pse agjeron. Por her pas here me kalimin e kohës do të kemi ato uljet familjare për të pyetur ata. Dhe edhe ato pyetje që ndoshta do kishim dëshirë të dëgjonim me veshët tona, si ka mundësi që fëmia im bën një pyetje të tillë. Po është shumë më mirë ta bëj ty atë pyetje edhe brenda familjes se sa të krijoj bindje. Ti zero që të kesh kuptime. Edhe pastaj të vazhdoj një rrugtim që ti nuk e kthen dot mbrapsh. E dyta, thash, muslimanët nuk do të thotë që janë njerëz perfekt, hoxhallarët nuk janë njerëz perfekt. Nuk është të thënë që familjet e tyre patjetër të jenë familje perfekte. Kjo është një betejë që është të gjithëve dhe të gjithë duhet ta bëjmë. Në momentin që themi që si ka mundësi fëmia im ta bëj diçka të tillë, kam përshtypjen se nuk kemi qasjen e duhur. Ne si me veten tonë, duke nisur me veten tonë, sepse mund të thuash nga njerëz si ka mundësi unë ta bëj këtë gabim. Po ti je i gabueshëm, po gjej rrugën e duhur kur ta qortosh veten tënde, kur t'ia lehtësosh vetes tënde. Është shumë interesante kiti që ta nisësh edukimin me veten. Shumë interesant. Do të thënë ti ulesh përpara vetes tënde me pasqyrë dhe të dish si qoftë edhe çerekun asaj që ti qorton fëmijën tënde apo me bashortën apo anasjellën, t'ia thuash ti vetes tënde. Dhe kjo është kulmi i guximit. Njëherë me veten tënde mundohesh të ballafaqohesh, pastaj me fëmijët, po gjithmonë me atë strategjinë që e themi tërhiqje, po mos e kput asnjëherë. Nga ana tjetër qorto, po jo të thyesh zemrën, jo ta mërzisësh gjën. Duke gjithmonë duke orientuar shpeshherë dhe pa e ndjer ai që ti po orienton. Qartë me të gjitha mënyrat. Pastaj dalim tek pjesa tjetër e shoqërisë, që për mua është pjesa më e lehtë, sepse një hoxh kur del në minberin e tij thot fjalën e Zotit, fjalën e profetit, thjesht mundohet të rregullojë intonacionin, njerëzit kanë ardhur me dëshirën e tyre. Dhe të gjithë mundohen të marrin pjesën më të mirë. Edhe ajo gjysmë orë, një orë dhe pastaj mbaron çdo gjë. Aman familje je 24 orë, me veten tënde je 24 orë. Pra në të gjitha fushat, në gjitha ne nuk bëjmë gjë tjetër veç se duhet merremi me edukimin, duke nisur nga vetja, nga familjarët tanë. Ndoshta një gjë që duhet ta shtoj këtu është e mirë që me fëmijët të mundohesh të gjesh një shoqëri apo të dëgjojnë një hoxh që ti mendon që ata kanë qejf ta dëgjojnë, sepse hoxhallarët nuk janë konkurrent me njëri tjetrin, edhe nuk duhet të kenë as pak xhelozi pse fëmia im apo bashortja apo dikush tjetër dëgjon këto dhe dëgjon ato. Shoqë që po dëgjon dikën, do thënë. Le të dëgjoj, është shumë më mirë si puna atyre oazave, secila ka bereqetin e vet. Le të gjej veten e tij, le të dëgjoj, domethënë, përfitoj prej asaj. Pastaj me kalimin e kohës, të paktën ai ka ecur për krah teje. Ju tha që hoxhallarët nuk kanë konkurrencë me njëri tjetrin. Nuk duhet të kenë. Nuk duhet të kenë, por a kanë? Normal. Hoxhallarët janë njerëz dhe unë shpeshherë them kanë nefsin e tyre, dhe nefsi është egoja, është vetvetja e tyre. Dhe njeriu nuk shpëton dot prej kësaj. Madje në momentet caktuara kur rritet dhe fama e njeriu, njerëzit e ndjekin e dëgjojnë, ai nefsi bëhet pak edhe më i vështirë për t'u edukuar.
Xhihadi, pse quhet xhihadi me nefsin, është xhihadi më i madh, po pse hoxhallarët kanë shpëtuar për këtë xhihad, e kanë fituar këtë betejë me veten e tyre? Kur se kanë fituar. Mirë, po ne duhet të bëjmë dakord për diçka që të gjithë jemi korrier, që orientojmë drejt njëjtit destinacion, drejt njëjtit Zot. Dhe thash shpeshherë ndoshta ti troket në një zemër me shumë sinqeritet, por nuk hapet. Është dikush tjetër që troket, ka një sekret tjetër ai, apo forma se si ja thot. Personi që ke përballë ndoshta nuk është person që ka qef me të butë, dhe person që do t'ja ndash drejt gjën. Dhe kjo është pasuria kur e shikon, në thonjë za atë bashkësinë e hoxhallarëve, secili jep dorën indirekt njëri tjetrit, po të gjithë bashkë mundohen, po themi atë bashkësinë të mos e lënë të bjeri poshtë. Ka bashkëpunim për shumë problematikat që prekin, për aktuale, le të themi, që prekin shoqërinë në tërësi, po dhe kryesisht muslimane, që ju diskutoni dhe pastaj vendosni se ku do jetojë orientimi juaj për hutbën e radhës, për shemb, për xhuman, apo është të gjitha në mënyrë shpirtërore apo në mënyrë sipas secilit prej hoxhallarëve? Faktikisht kjo, sidomos në kohën ku po jetojmë, këto sfidat janë më shumë se sa sfidat e një xhamie apo një qyteti, janë universale, janë shumë të mëdha. Nevoja për bashkëpunim sa vjen dhe shtohet. Sa i përket vendit tonë, kam përshtypjen që është në rritje, edhe kjo është inkurajuese, një kulturë bashkëpunimi, direkt apo indirekt, apo forume të caktuara që diskutohen problematika, por mendoj që jemi shumë mbrapa në krahasim me sfidat dhe përgjigjet që priten prej nesh. Ne kemi shumë të nevojshme që të kemi institucione, të kemi forume bashkëpunimi, të trajtojmë pikërisht këto problematikat kryesore. Pastaj secili ka formën se si e trajton atë, se si elaboron atë tematik. Dhe ne kemi jo pak tema që janë shqetësim madje për shoqërinë, jo thjesht për xhamit tonë. Ndoshta edhe përgjigje praktike për njerëzit, sepse teoria pa diskutim që është baza dhe leximi është baza, dhe ne dëgjojmë shqyr Zotit nga rrjetet sociale sot, nga koha digjitale, të gjithë hoxhallarët kanë platformat e tyre, por ndonjëherë dhe pse i dim shumicën e tyre nuk e zbatojmë dhe problematikat janë shumë të mëdha edhe në praktik, pra, dhe prandaj po them që a është ndoshta momenti që të kemi një bashkëpunim më të thellë dhe në dhënien e përgjigjeve praktike për xhamatin, sipas edhe problematikave të xhamatit, sepse normalisht nuk mund të jetë njësoj një xhami në Tiranë me një xhami në përrethë apo në zonat më të thella. Ajo kohë ka ardhur, faktikisht ka kohë që ka ardhur. Koha e platformën të përbashkëta, e shqetësimeve reale që kanë njerëzit, pastaj siç e përmendë secili me ato specifikat e tij, thash ka një kulturë inkurajuese në rritje, po themi afrim i këndvështrimeve, sepse gjithë po përballen me të njëjtat problematika, domethënë, nuk është se ka shumë dallim. Të gjithë xhamatet e xhamive apo njerëzit me të cilët ke kontakt kanë probleme me familjet e tyre, me edukimin e fëmijëve, kanë probleme me shkollën, me arsimin, kanë probleme me si të komunikojnë me tjetër, me palën tjetër, kanë probleme me çështjet e punës, kriterëve që zbatohen. Kështu që ne jemi të njëjtit njerëz. Mes muslimanëve shpeshherë, fatkeqësisht. Po, patjetër, edhe mes muslimanëve. Dhe kjo do të shtyjë thash hoxhallarit që ta ushqejnë më shumë këtë lloj kulture, por mendoj që institucionet kanë rol të vendimtar në këtë pikë. Institucionet tona që na përfaqësojnë të gjithëve, duhet vetë ato të iniciojnë platforma të tilla, takime të tilla ku po themi arrim të vendosim një hartë prioritetesh. Si hoxhallar apo dhe si xhamate apo si pjesë, edhe shoqëria pret përgjigje prej nesh, se ne e kemi ngushtuar gjën aty brenda, po themi nganjëherë brenda xhamive, duke menduar se gjithë shoqëria është aty. Aty është një pjesë e shoqërisë. Nëse ne do mendonim që do jemi zgjidhje vetëm me kësaj pjesë e shoqërisë, ne do të kufizonim shumë mesazhin hyjnor që është për të gjithë botrat. Prandaj kjo kulturë, e cila thash ka filluar të përmirësohet, kjo duhet të fuqizohet më shumë dhe mendoj që rol të madh kanë institucionet përfaqësuese në nivel myftinish, në nivel forumesh, hoxhallarësh apo qendra të hulumtimit dhe duke ardhur tek kupola e madhe që është bashkësia e gjithë muslimanëve, ajo do të vendosi sepse nisur dhe nga zhvillimet e fundit që ne i dim shumë mirë, ndoshta ka ardhur momenti që kjo të jetë sa më shpejt si një zgjidhje emergjente, që dhe njerëzit të jenë më të orientuar dhe të jenë të kenë zgjidhje më praktike, pra le të themi. Vjetre kohëve të fundit që shumë të rinj kanë hyrë në fenë islame. A mendoni që kjo është
cilësore, sasiore, si shikoni këtë raport? Ky është një fenomen shumë inkurajues faktikisht që nganjëherë dhe na bën të çuditemi, por unë kthehem tek pika e parë, thash tek ajo fitra që është tek çdo njeri. Nuk jemi ne që e kemi shpikur atë, nuk jemi ne që e zhbëjmë atë, por janë rrethanat dhe konteksti që shpeshherë e shkundin atë fitrën njerëzore. Nevojat për shembull që mund të ketë që kanë trinj, ushqim shpirtëror, shpeshherë kur materializmi rritet në nivele shumë të larta, njeriu i rritet më shumë nevoja për këtë ushqim shpirtëror. Janë si punë e dallgëve këto. Dhe kohë të fundit kjo dallga, po themi, e kthimit të trinjve në besim, në për xhami, qoftë në sezonin e Ramazanit, është një fenomen që vihet re dhe shtohet vit pas viti. Madje kjo dallgë ka filluar në kohën që ne praktikantët e kishim vështirë të agjeronim, se ka ardhur në kohën e agjerimit në verë. Mi pa tu jemi çuditur gjithë që trinj kanë sfiduar veten e tyre, kanë sfiduar të nxehtin dhe kanë filluar të agjerojnë. Dhe për ata është një arritje shumë e madhe, qoftë në aspektin fizik, në aspektin psikologjik dhe shpirtëror. Dhe këta janë, unë jam i sigurt, ta janë bërë shkak për shoqërinë e tyre. Dhe të gjithë kemi vënë re që xhamitë tona janë të mbushura, të tembushura me namazet e natës. A qëndrojnë apo janë vetëm për Ramazan dhe pastaj presin Ramazanin tjetër? Kjo është pjesa pikërisht, bravo, kjo është shqetësimi real. Njerëzit i sjell Zoti. Nuk jemi ne ata që i sjellim njerëzit, por aftësia e hoxhallarëve, ftuesve, edukatorëve është pikërisht a din ti presin këta njerëz. A e din kush janë këta njerëz? Cilat janë nevojat e tyre? Si mundet që, po themi, i solli dallga e Ramazanit, si mund unë t'i shoqëroj këto njerëz edhe 11 muaj të tjerë? Kjo është pjesa edhe e platformës bashkëpunimit me kontaktet me këta njerëz, me këta trinj, kush është ai që i ka sjellë, se në çdo grup me siguri që ka një person që është bërë sebeb. Patjetër. Edhe ne kemi historinë tonë, është bërë sebeb dikush që na ka çuar për herë të parë në xhami. E njohja e atij personi që e ka sjellë është shumë e rëndësishme për të mbajtur kontaktet. Ndërsa të rrim dhe në thonjza të shesim mend që xhamia ime ishte e mbushur brenda dhe jashtë, s'kishte vend. Pastaj njerëzit mas një muaj, ato patjetër që ka sezone dhe shpirti ndikohet prej këtyre aktiviteteve sezonale. Kjo nuk e mohojmë dot. Gjithë problemi është që ne mundet të shoqërojmë këta njerëz, këta të rinj për 11 muaj të tjerë të vitit. Të bëhemi miq të shok me ta, të rrim, pim kafe me ta, të diskutojmë. Pa të njohim komunitetin tonë. Kjo është pjesa e njohja që është shumë e vështirë me sa shikoj me kaq numra të mëdhenj që janë për xhami, të njohësh komunitetin dhe problematikat e tyre. Megjithatë, unë mendoj që është një eksperiencë shumë pozitive edhe për ta. Dhe nuk është faji atyre, po them unë që nuk vinë më pas muajit Ramazanit, fajin unë e kthe gjithmonë tek vetja dhe tek ajo që duhet bëjnë edukatorët, udhëzuesit dhe hoxhallarët, por për ata prapë shumë pozitive, sepse minimumi ai ka agjëruar një Ramazan, ka falur, jam i sigurt që ka dalë me mbresa shumë pozitive. A kërkoni shpesh falje me që mori për fajin? Për fat keq kërkoj më pak se ç'duhet kërkoj, sepse kur kemi një profet i cili ishte i pagabueshëm dhe kërkonte falje 70 apo 100 herë në ditë, që thoshte nuk do të hyni në parajs me punët tuaja, as edhe ti o i dërguar i Zotit i tha nuk hyn në parajs me punët tuaja, as edhe unë nuk hyn në parajs me punët e mia nëse Zoti nuk më përfshin me mëshirën e tij. Kur njeriu ta njoh veten e tij, mangësitë, gabimet, s'po themi të këqijat e mëdha, se shpresojmë që të mos jemi aty, por lëshimet, gabimet, ato mangësitë janë aq të mëdha se që duhet të kërkojmë falje jashtëzakonisht. A kërkoj falje, patjetër që kërkoj falje, se më thënë. Mirë po, kam përshtypjen që jemi edhe ne, hoxhallarët, në atë sfidë se gjithmonë duke folur me tentativën për të rregulluar atë që është jashtë, harrojmë të rregullojmë këtë që është brenda. Por e di që na ndihmon shumë kjo komunikimi me njerëzit, sepse duke folur me ta, gjithmonë do e kthem tek vetja jon. Po unë që ja them njerëzve, a jam i sinqert te këtë që ja them, a bëj vetëm këtë gjë, po Zoti do të më gjykojë për diçka. Kjo është pozitive, prandaj thuhet ftesa është nga rrugët më të mira edhe për vetë korrigjim, thirrja e tjerëve. Një herë, 2 herë, 3 herë njeriu do ta bëj formalisht atë, por pastaj automatikisht do të kthehet tek vetja e tij. Kështu që prap ftesa duhet bëhet, edukimi duhet bëhet, edhe sikur njeriu të mos jetë perfekt dhe korrekt në veten e tij, sepse në fund ajo ka për ta dhënë efektin e saj. Por ndoshta ajo që ka shumë nevojë, hoxhallarët kanë nevojë të rrinë me veten e tyre. Dhe ata të dëgjojnë prej të tjerëve,
Është shumë e nevojshme. Siç e kanë psikologët që her pas here ata kanë nevojë të shkojnë edhe po themi të shkarkojnë atë që kanë ngarkuar gjithë. Kanë nevojë të dëgjojnë. Edhe kjo është shumë normale. Madje më vjen në mend kur profeti Muhammed alayhis salam i thotë njëri prej shokëve të tij, lexo. I thotë o i dërguari i Zotit, lexoj unë Kur'an kur ty të ka zbritur Kur'ani. Lexo thotë se kam dëshirë ta dëgjoj prej dikujt tjetër. Kjo është shumë interesante. Pra ne jemi shumë të nevojshëm. Nganjëherë në angazhimet na duket sikur s'kemi kohë, por duhet ta gjejmë këtë kohë, të rrimë me veten tonë, edhe duhet gjejmë kohën që të dëgjojmë prej tjerëve. Edhe nuk ka asnjë problem të dëgjosh. Dëgjoj ato që ke dëshirë të dëgjosh, domethënë. Ky ishte një shembull shumë i mirë dhe ndoshta do ishte shumë bukur ta shikonim dhe më shpesh edhe tek hoxhallarët që janë shembulli jon në transmetimin e fesë dhe të besimit, sepse normalisht gjithë këto 35 vite në mos gaboj është si vjet rihapja e besimit. Dhe normalisht në 35 vite njeriu nuk është njësoj sikur ka qenë në fillim, që ndoshta mund të ketë mësuar diçka gabim ose edhe një fetva mund ta ketë dhënë gabim dhe pastaj e ka ndryshuar, por ndoshta nuk ka kërkuar, s'ka pasur guximin për të kërkuar falje tek ata që e ndjekin ke xhamati i vet, pra dhe ky do ishte një model shumë i mirë në fakt. Ajo pjesa e autokritikës dhe korrigjimit, sidomos në çështjet e fetvas, faktikisht e tejkalon thjesht gabimin me veten tënde. Unë fola për pjesën e parë më shumë. Sqarimi dhe transparenca ndaj publikut duhet të jetë, dhe kjo ka qenë traditë e dietarëve tanë të parë, të cilët kanë dhënë një vendim të caktuar që në atë kohë mund të ketë qenë shumë korrekt, por mas kalimit një farë kohe kanë korrigjuar, kanë thënë unë jam ai që kam thënë këtë për këtë arsye, por unë jam ai që e korrigjoj këtë. Ka patur Imam Shafiu, ka qenë është prej dietarëve dhe themeluesve të shkollave më të mëdha juridike. Ai ka ato që quhet medhhebi i vjetër dhe medhhebi i ri, shkolla e vjetër dhe shkolla e re. Nuk është të thënë se vjetra ishte gabim, po ishte në një kontekst të caktuar. I thanë po ti ke thënë kështu, tha, atëherë kam thënë shumë, sot po them kështu. Dhe kjo është ndoshta e nevojshme që shpeshherë e bëjnë xhamati këtë pyetje, po dikur Hoxha Feridin e ka thënë kështu, tashmë po bën diçka tjetër. Transparenca duhet, sepse nuk është çështja thjesht autokritika apo korrigjimi i gabimeve, çështja është të mësohen njerëzit, të sqarohen njerëzit. Në kontekst se kur është thënë kjo fetva, po ndoshta nëse nuk e përmendje fare si shpjegim, le të themi lindi më shumë keq kuptime. Keq kuptime dhe njerëzit ndoshta marrin një model që aplikojnë tek vetja e tyre, pastaj përdesa edhe Hoxha. Kjo është pjesë që është detyrim, pjesa e sqarimit, të paktën domethënë me ata njerëz që arrin të ta kuptojnë. Fole pak më parë për modestin. Cilat janë karakteristikat e njeriu modest, duke qenë se shpesh ngatrohet me të jetuarit mirë ose të shfaqur atë që ti ke në jetën tënde të përditshme. Kush janë ato pikat që ne dallojmë që një person është modest? Kam përshtypjen se modestia nis me njohjen që ka njeriu ndaj Zotit radh parë. Sa më shumë njeriu të rritet madhështia, vlerësimi për Zotin, për cilësitë e tij, për fuqinë dhe pushtetin e tij, automatikisht nuk është se zvoglohet njeriu. Sepse ne mendojmë duke vendosur në raporte para ball për ball njeriu dhe Zotin, dhe për fat keq qytetërimi i sotëm mendon që ka triumfuar se ka zhvendosur Zotin nga qendra dhe ka vendosur njeriu në qendër. Po kjo po shkatron njeriu sepse ka vendosur në diçka që ai kurrë s'mund të vendosë. Njeriu sa më shumë shton autoritetin, njohjen, madhështinë e tij për Zotin, aq më shumë kupton vetveten e tij dhe aty lind modestia. Kudo që të kesh mbritur, nëse është në aspektin e diturisë, të duket vetë se njeriu më i ditur kujton diturinë e Zotit. E thosh falenderoj Zotin që më ka dhënë një pjesë të diturisë së tij. Nëse njeriu ka pasuri, kujton pasurinë e Zotit. Nëse ai ka forcë, ka fuqi, ka pushtet, kujton pushtetin e Zotit. Në momentin që njeriu shikon me sytë e tij vetëm nga vetja e tij, ajo fillon dhe i fryhet dhe i duket gjë e madhe vetja e tij. Dhe aty ka filluar shkatrimi i njeriu. Aty ka filluar ajo që njeriu e shkatron veten e tij me duart e tij. Prandaj modestia nis nga njohja e Zotit. Sa më shumë madhrohet Zoti, aq më shumë njeriu kupton se çfarë do thotë modestia. Dhe modestia nuk do thotë që njeriu nëmbleson veten e tij. Nuk do thotë që njeriu vishet me rroba të thjeshta, po themi që nuk bën 2 lekë. Nuk do thotë që njeriu nuk do të hyjë makina të mira, nuk do të rrinë shtëpi të mira. Modestia nuk është në ato që duket. Modestia është në shpirt dhe në zemër. Sa njerëz të i shikon dhe mendon që në kulmi i mendjemdhëve, por zemrat e tyre janë shumë të thjeshta. E sa të tjerë ti mendon që një shumë të vuajtur, shumë të përvuajtur, shumë të thjesht, por zemrat e tyre digjen nga brenda dhe janë zemra mendjemdhesh dhe arrogantësh. Prandaj kanë thënë që asketizmi nuk është atë që ti e sheh me sy,
por në ato që është brenda zemrës. Modestia pastaj tregohet dhe ndaj njerëzve. Ndaj njeriu që ka nevojë, kur tregon dëmshuri, kur bën empati, kjo tregon që ti e kupton çfarë do thotë modestia dhe thjeshtësia dhe faktikisht të shtohen pikët. Sepse të gjithë na bën vaki që kur jemi me njerëz që kanë peshojnë, por janë të thjeshtë, janë shumë të lehtë në komunikim, nuk kanë ato siklete, nuk e ndjen veten, ti faktikisht thjesht të rritet vlerësimi për këta njerëz. Kur je me njerëz që të vendosin kufije, të fusin siklet, ndoshta në pamje të parë ti mundohesh apo vetvete ti nuk e don atë njerëz, nuk e urren. Prandaj profeti alayhis salam thotë, kush tregohet i thjesht dhe modest për hatër të Zotit, dhe për hatër të Zotit njeriu e bën kur e njeh Zotin. Po se njohë nuk mund të kesh hatrin e Zotit. Ato do ta lartësojë Allahu xhaleshano. Dhe kush tregohet mendje madh, që pra nuk njeh Zotin, ato do ta poshtrojë Zoti. Kjo është, mendoj që është raporti i modestisë mes nesh dhe Zotit ton, mes nesh dhe njerëzve tanë më të afërt. Ata më shumë se çdo kush meritojnë thjeshtësinë dhe modestinë, dhe mes njerëzve që kanë nevojë. Nëse kemi të bëjmë me njerëz që tregojnë forcën, pushtetin, mendjemasinë, aty nuk duhet treguar thjeshtësia dhe modestia. Por për fat keq, aty mundohemi të tregojmë thjeshtësinë dhe modestinë, duke ia lënë emrin të tillë, por nuk është modestia, ajo është dobësi, është pafuqi. Sidomos ne muslimanët më duket sikur e kemi pak të theksuar këtë gjë. Ne faktikisht kemi një ajet kuranor ku Zoti thotë ju ka bërë Zoti krenar ndaj jo besimtarëve, edhe ruhama bejnehum, modest, të butë dhe të dhimbshur ndaj njëri tjetrit. Po njeriu kur ndoshta se arrin ta bëjë pjesën e parë, mundohet ta kompensojë tek kjo e dyta. Unë mendoj që prap këtu është sa më shumë ne njohim pushtetin, autoritetin dhe fuqinë e Zotit, aq më fuqishëm do të ndihemi në vlerat tona, në besimin tonë, dhe por këto do ta kthejmë gjithmonë me dëmshuri dhe me modesti përpara njerëzve të tjerë. Qartë. Hoq, nga ekspozimi i tepërt i në rrjetet sociale, sidomos dhe jo vetëm, vërehet një rritje shumë e madhe e smirës dhe xhelozisë. Çfarë mund ta këshilloni për këtë? Rrjetet sociale sot është një botë në vete, një botë e cila po surprizon ndoshta dhe ata që kanë menduar që e njohin edhe kanë zbuluar këtë botë, sepse këtu mund të thuhet të gjithë nefset njerëzore janë në një oqean, nuk ka fare kufij, domethënë ajo që përmendëm egoja, është nefsi i njeriu, dëshirat e tij, ku don të mbërrijë ai, domethënë këtu janë kaputur të gjitha kufit, janë pritur gjitha kufit, janë kaputur të gjitha zinxhirët dhe njerëzit hynë në një labirint që nuk dalin dot prej tij. Prandaj thuhet është aftësi e madhe ta menaxhosh famën, ta menaxhosh ato që ti njeriu i njohur, sepse lufta me nefsin nuk është luftë e fituar deri në momentet e fundit, po është një betejë që vazhdon deri në momentet e fundit. Kush mendon që e ka fituar atë luftë, aty e ka humbur atë luftë. Sot kjo luftë pse është më e fuqishme? Edhe është më e fuqishme edhe për hoxhallarët. Ato nuk kanë shpëtuar për kësaj. Përkundrazi, sepse thash njeriu sa më shumë i rritet vlera, autoriteti, respekti, aq më të vështirë ka ai betejën me veten e tij. Prandaj njerëzit dietarët e parë kur dëgjonin fjalë lavdruese, do të thonë ky është filan dietar, filan hoxh, ai qante nga brenda, thotë nuk e dini ju kush jam unë. Ti dini ju gjunahet e mia, ti dini ju ato kusuret e mia, dhe aty prekë shumë për kësaj. Ne gjithë jemi në këtë lloj beteje. Por duke ardhur tek elementi ku sot njerëzit po nxjerrin çdo gjë, prandaj etikat islame janë shumë të rëndësishme. Njeriu intimitetet e tij nuk duhet i tregojë. Mohabetet e familjes tij nuk ka pse i tregon në çdo vend. Prandaj ka kufi, ka rregulla. Jo domosdoshmi do të tregoj vendin ku ai jeton. Ja se si e kam dhomën, se si e kam si është krevati, se si është familja ime, se janë pse duhet ta tregosh diçka të tillë? Kjo nuk është logjike as në aspektin njerëzor, as në aspektin fetar, sepse ne i besojmë e pakta gjë asaj që themi mësyshit. I besojmë që njeriu mund goditet nga energji të tjera. Po tashmë kur ne dalëm në një botë që jemi totalisht të dukshëm, dhe ne jemi jo se ne kemi nxjerrë vetat të diçka të tillë. Prandaj këtu duhen respektuar, mendoj unë, shumë edhe rregullat etikat e Islamit, që çështjet që janë ngelen intime, që janë familjare, që janë personale dhe private, është mirë që njeriu ti mbaj për veten e tij. Ai nëse mund ta përdor rrjetin social për një mesazh të caktuar, për një edukim të caktuar, për një profesion të caktuar, këtu nuk ka asnjë problem.
Por thash, me që janë këputur të gjithë zinxhirët dhe çdo kush e shikon veten e tij, po unë pse mos jemi i famshëm? Pse unë mos jem? Njerëzit do të shikosh që edhe banalitetin mundohen pastaj ta shesin sikur është pjesa e artit, e thotë përdesa mua më sjell të ardhura, unë nuk kam asnjë kufi. Atëherë kjo është ku është feja, ku është besimi, ku është logjika njerëzore. Kemi të bëjmë me me një botë e cila nuk është e lehtë ta menaxhosh, por nëse ne e kuptojmë se çfarë bote, edhe kjo do të bësh më fuqishme në të ardhmen. Drejt kësaj nuk është puna se po mbaron. Ne këtu është edhe betejë më e madhe që të menaxhojmë, ta përdorim ato për mirë dhe sa më pak të na përdor ajo për keq, sepse ka fuqi të madhe që mund ta përdor për keq. Po këshill njerëzve për shembull që si ta ruajnë veten e tyre nga xhelozia për shembull, ose ta ruajnë zemrën, sepse ne nuk më shmangim dot për shumë ekspozimin që mund të shikojmë, po si të ruajmë zemrën tonë. Tu ka dy dimensione. Në radh parë ne duhet ta ruajmë duke ruajtur veten tonë që mos jemi xhelos, mos kemi smir dhe xhelozi. Dhe thash kjo kur njeh Zotin, që ai të ka dhënë ty kaq të mira, kur ti vlerëson të mirat dhe nuk shikon gjithmonë tek tjetri, po vlerëson të mirat që të ka dhënë ty Zoti. Dhe mundohet të jesh i ndjeshëm në këtë pikë, sepse historikisht kanë thënë ajo baçja e komshiut të duket gjithmonë më e mirë, makina e tij është më e mirë, shtëpia e tij është më e mirë, por njeriu nëse nuk kthehet tek vetja e tij, nuk do ta shijojë kurrë atë që i ka dhënë Zoti atij. Njeriu në radh parë nuk do të jetë ai xhelos. E si mund mos jem unë xhelos? Xhelozia është pjesë, nuk zhbohet, është tek çdo njeri. Por duhet minimizuar. Si mund ta minimizojmë atë? Duke falendëruar Zotin për të mirat që ty të ka dhënë në radh parë. Dhe duke punuar me veten që kjo nuk do të çojë në smir, por maksimumi të thos Zot, siç i ke dhënë atij, bëj atë begat atë, ta përdori për mirë dhe më jep mua si ai dhe më mirë se sa aq. Kjo nuk ka asnjë problem. Dhe kjo nuk është smir e luftuar. Kjo është elementi i parë, sepse nëse ne të gjithë do kemi smundjen e xhelozisë, automatikisht do godasim njëri tjetrin me këtë smundje. Kjo është një element. Elementi i dytë është ti nuk ke dorë të frenohesh nga xhelozia e tjetrit duke thënë mos i xhelos për mua dhe mos ki smir ndaj meje. Ai duhet punojë ai me veten e tij. Po ti në këtë rast mund të imunizohesh me ato që ne themi që janë lutjet profetike, janë ajetet kuranore, siç na ka mësuar profeti Muhammed alayhis salam, që janë sura Kul huwallahu, Feleku, Nasi, ajeti Kursi, o Zot më ruaj nga xhelozia, nga smira. Na i ka mësuar të gjitha këto profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, një kohë që ka patur më pak mundësi për të xhelozuar dhe për të patur smir. Mirë po, sot më shumë se sa asnjëherë tjetër kemi nevojë. Pra, duhet punojmë edhe me veten tonë dhe e dyta të imunizohemi dhe të mundohemi të edukojmë njerëzit që të shijojnë atë që kanë, të kërkojnë Zotit atë që s'e kanë, po s'ka pse duhet patjetër të vendosë marrëdhënie armiqësore pse ka dikush tjetër. Zoti i thot profetit ti do ta ndash mirësinë e Zotit. Zoti e ndan atë me urtësinë e tij. Ti thot mund të mrekullohesh, mund të mahnitesh nga një pasuri që ka ai, por ti nuk e di ti se ndoshta ajo është sprovë e tij. Ajo është shkatërim për të. Dhe gjitha këto ajete faktikisht janë ti vlerëso të mirën që të ka dhënë ty Zoti. Se ajo që të ka dhënë ty Zoti mund të jetë shumë herë më e madhe se sa ajo që ka tjetri. Mund ta synosh atë, po jo me xhelozi, sepse xhelozia është një gjë që sikur të kishim marrë diçka për të tjerëve me xhelozi, hajde po ja bënim halal, po ti s'merr kur gjë me xhelozi, thjesht si djeg dhe shkatron veten tënde, dhe aty jeta e tij vazhdon normalisht. Ka ndryshuar shumë mënyra e njohjes së të rinjve sot. Mund ta shpjegoni pak, ndoshta dhe pak kufi nga rrjetet sociale sidomos ose dhe ajo etika siç ka qenë më përpara, nuk e shikojmë më. Mund të na thoni diçka në një këshill duke bërë krahasimi edhe me kohën tuaj, si jeni njohur ju e bashortën dhe çfarë këshilla do të jepni të rinjve? Tash koha jonë kur flasim përpara gati 20 e sa vitesh, duket sikur flasim për një shekull tjetër dhe jo për një kohë përpara 25 vitesh apo 30 vitesh, sepse me të vërtet shpejtësia me cilën po ndryshojnë gjërat dhe po lëvizin brezat është shumë e madhe. Ata që ne mendojmë që janë në kulmin e rinisë, ndoshta duken persona që janë shumë demode për një brez tjetër. Koha jonë ka qenë e tillë që në përgjithësi mundësitë dhe kontaktet edhe për t'u njohur kanë qenë të kufizuara në shkollë, po kam përshtypjen se kanë qenë kontakte shumë më të shëndetshme se sa ajo që jemi sot. Dhe kështu ka ardhur dhe njohja, domethënë po themi shpeshherë kanë qenë nëpërmjet miqtë dhe shokësh dashamirësit që të rekomandonin diçka, se ndoshta kjo lidhet edhe me të kaluarën time, ne jemi brezi
i cili ka lindur në periudhën e komunizmit dhe kontakti i parë me fenë është mas viteve 93-94, kjo është, më thënë, edhe ishte koha e gjimnazit kur ne kishim ëndra për profesione të ndryshme, unë personalisht isha për mjekësi apo dikush tjetër për inxhinieri. Është kontakti i parë aty me fenë dhe kam përshtypjen që ka qenë tamam dora e Zotit që na ka orientuar, nëse nuk është se kemi bërë ne me logjikën tonë apo me përzgjedhjen tonë, qoftë në aspektin bashkëtorë, më shumë ka qenë ajo pastërtia dhe çelëtërsia, edhe kemi besuar disa parimeve dhe lerave dhe Zoti nuk na ka zhgënjur në ato. Falë Zotit. Përkundrazi, sa vjen dhe shtohet ajo që o Zot, përzgjedhja jote është shumë më e mirë se sa ajo që mund të zgjedh njeriu me veten e tij. Por nga ana tjetër njeriu patjetër që ka dëshirat e tij, ka disa kritere, por unë gjithmonë i them fëmijëve të mi apo të rive, mos i vendosni ato kritere si standarde mbi të cilat duhet lëvizi gjithë njerëzimi. Janë kriteret, janë preferencat, dëshirat tua, nuk ka asnjë problem në këtë pikë, por gjithmonë duhet të jenë, po themi, mos të jenë absolute. Duhet të mendosh edhe për palën tjetër. Ka dhe një dozë që ne e quajmë mbështetja tek Zoti. Nëse ne mendojmë se do ta zgjidhim çdo gjë, lidhe me punën, me pasurinë, me bashortën, me të ardhmen, duke u mbështetur mbi mendjen tonë dhe kriteret tona, kjo është sprova jonë dhe për fat keq kemi rënë në këtë sprovë. Po këtu do të ketë një dozë mbështetje tek Zoti. Nuk është mbështetje e verbër, nuk është mbështetje që të hiqet dëshira dhe vullneti dhe dëshira për të zgjedhur. Patjetër, çdo njeri ka kriteret e tij, standardet e tij, por këtu ka më shumë se në asnjë vend tjetër du të ketë njeriu mendim të mirë për Zotin. Duke menduar që prap unë i mbështetem Zotit, ose një mendim të mirë për personin i cili të rekomandon diçka. Ne vime ato, pyetja jote u bë shkak në ato që të rinjt tanë kanë nevojë patjetër që të kenë preferencat e tyre në njohjet e tyre, edhe ndoshta këto njohje që kanë duhet t'i mbështesin me një mendje më të kthjellë të dikujt tjetër, sepse rrjetet sociale ndoshta e kanë bërë më të hapur jetën, por kanë nxjerrë pa anë që nuk janë reale. Pjesa më e madhe aty nuk janë reale dhe kjo është ajo që po i zhgënjen dhe po i shkatron rinin, se mendojnë që jeta është pikërisht ashtu si shfaqet në rrjetet sociale, por jeta nuk është domosdoshmërisht e tillë. Kanë nevojë për një person që i besojnë. Nuk është kusht të jetë prindi, mund të jetë një mësues, mund të jetë një hoxh, mund të jetë një vëlla më i madh që të konsultohen me të dhe ka nevojë për një element tjetër që është thash shumë i rëndësishëm, është mbështetja tek Zoti. Të mbështeten me Zotin me lutjet e tyre dhe në fund duke mendojnë që kjo është, po themi, zgjidhja më e përshtatshme, o Zot, ty të mbështeta, ti ai që nuk i zhgënjen ata që i mbështeten. Kush e nis jetën bashkëtorë me një, po themi, gatishmëri të tillë, jam i sigurt që Zoti kur s'ka për ta zhgënjur atë. Të falenderoj shumë. Nëse më do të kishit bërë hoxh, çfarë profesion do kishit zgjedhur? Po faktikisht thash kontaktet tona me besimin, sepse jemi lindur dhe rritur në një periudhë që besimi ka qenë i huaj shpeshherë dhe i panjohur. Kontaktet kanë qenë thjesht në gjyshe që shikonim që agjeronte, por nuk e dinim se edhe pse agjeron, ajo vetë na kërkonte që mos tregojmë që agjeron. Dhe objektivat si tri që ishim atëherë ishin që në përgjithësi unë do isha bërë mjek. Dhe për mos më thënë që kam një farë pishmallëku pse se kam arritur dot diçka të tillë, shpresoj që sadopak të jem pjesë e profesionit të mjekut nga një aspekt tjetër. Kuratori zemrave. Por ky brezi im në përgjithësi është brezi i cili ka patur patjetër ëndrat dhe mund të them që një brez i cili kur ka shkuar të studioj për teologji, nuk ka shkuar se nuk ka gjetur dot fushë tjetër ku studioj. Madje ne në sytë e mësuesve tanë dhe prindërve tanë dhe njerëzve nuk ishim në rregull nga mendja, sepse ne lam shkollat që në atë kohë ishin të gjitha të synuara dhe shkuam të studiojmë për teologji. Por prapse them Zoti kurs na ka zhgënjur, përkundrazi jemi shumë më të përmbushur në këtë dhe kemi shumë vlerësim për gjitha profesionet tjera, se kemi nevojë ne për mjekët, për inxhinierët, për arkitektët, të gjithë njerëzit kanë nevojë për njëri tjetrin dhe për profesionet e njëri tjetrit. Ashtu thash nuk kisha dëshirë të isha dhe kam dëshirë që të paktën ndoshta një prej fëmijëve ta përmbush atë. Çdo profesion është shumë i rëndësishëm nëse bëhet me dashuri, nëse bëhet me përkushtim ndaj njerëzve të tjerë
Dhe ai profesion që mund të jetë shumë i thjeshtë në sy të njerëzve mund të jetë shkak për dikë që të fitojë kënaqësinë e Zotit në këtë botë dhe paraqesën në botën tjetër. Ishte vërtet, falenderoj shumë. Jashtëzakonisht për këtë bisedë kaq të bukur. Shumë faleminderit Elvira. Unë kam shijuar shumë, uroj që edhe ndjekësit tanë ta kenë shijuar. Nëse qoftë një këshill e vogël është bërë sebeb që të afrohen më shumë me Zotin ose me veten e tyre, me versionin më të mirë të vetes së tyre, mendoj që ky episod ja ka vlerëtur. Shumë faleminderit për ftesën dhe ju uroj të gjithë shikuesit dhe dëgjuesit që të kenë paqe dhe qetësi në zemrat e tyre, që Zoti t'u jap paqe, qetësi dhe siguri në këto kohë të vështira, po ashtu dhe familjeve të tyre, dhe shpresoj që Zoti të na përdor burim paqe edhe për njerëzit të tjerë, se mendoj që të gjithë e kanë të nevojshëm. Të gjithë duken të lumtur, shumë nga pamja jashme, po të gjithë kanë ato sikletet, hallet e tyre. Lumë për atë njerëz që e bën Zoti shkak që të ofrojë sadopak qetësi, paqe për njerëzit tjerë dhe shpresojmë që të përdor Zoti për një mision kaq të madh. Falenderoj shumë, falenderoj shumë dhe juve që na ndoqët deri në episodin e ardhshëm. Miru takofshim.